Atëre, momentalisht që thatë edhe juve pak më përpara, kemi të bëjmë një anoncim nga media. Pra, Po. praktikisht ne si studiues të politikës apo njerëz që të merremi me çështjet publike në Shqipëri, ende nuk e kemi një përgjigje të saktë se për çfarë është thirrur mund të jetë dëshmitare, mund të jetë akuzuar, mund të jetë person që ka lidhje me indicie me diçka. Ne akoma nuk e dim këtë gjë. Gjithsesi, praktikisht kur vjen puna përse përket realitetit politik shqiptar dhe duke qenë se praktikisht pjesa më e madhe e opinionit publik sot në Shqipëri syti ka nga spaku dhe presin veprime nga spaku, normalisht shikohet si diçka pozitive, si diçka e cila tregon në një farë mënyrë një funksionim në një farë mënyrë të drejtësisë, por përse përket çështjes se për çfarë është thirrur zëvendës kryeminist Balluku, se për çfarë bëhet e gjithë thirrja nga spaku mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Pasi ne nuk kemi se është akuzuar, është e pandehur, është dëshmitare, nuk e di mende për çfarë është thirrur. Qartë, kjo është e vërtetë, kjo qëndron, po themi, në një fact checking. Megjithatë, ka disa gjëra për të cilat përfliten, do them, mediatikisht, të cilat kanë dalë edhe nga zërat të opozitës të Partisë Demokratike, duhet të thënë këtu. Por jo vetëm. Një nga këto është çështja e aeroportit Vlorës, që ishte goxha e madhe javën që shkoi. Nga ana tjetër, sipas opozitës dhe sipas gazetarëve, mbet fjalë për çështjen e tundit të Llogaras. Ideja është këtu që si ndikon e gjitha kjo në imazhin e qeverisë. Duket që kohët e fundit spaku ka përzgjedhur mjaft ish figura të larta, po themi, të qeverisë, duke përfshirë këtu edhe kryebashkiakun Veliaj. Si ndikon nëse do të ketë një goditje edhe ndaj zonjës Balluku? Nëse, flasim gjithmonë, nëse. Atëre, nëse do të fokusohemi për sa i përket demokracive normale, normalisht nuk është diçka e mirë kur shikohen përfaqësues zyrtar të lartë shtetëror, siç është në këtë lloj rasti fenomeni Balluku, e cila është njëkohësisht edhe zëvendës kryeministre, por në të njëjtën kohë është edhe ministre për infrastrukturën dhe për energjetikën. Kështu që duke parë në këtë lloj këndvështrimi nga ana e marketingut publik ose ajo çfarë mund të përcaktohet në publik, nuk është diçka e mirë që shkon për shtat qeverisë. Ndërkohë ne kemi parasysh edhe një rast tjetër, nëse do i referohemi pak a shumë vendeve të një lloji demokracie hibride, siç është pjesa kryesore e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Shqipërinë këtu, duhet të them një shprehje politike e cila praktikisht është që kur vjen puna përpara diktatorit ose në këtë rast përpara autokratit, nuk ka rëndësi, të gjithë të tjerët janë zero. Për shembull, mund të bëhet shumë buj në këtë rast me hetimin ndaj zonjës Balluku, gjithmonë nëse është hetim. Ne do të bëjmë diferencën. Çfarë është ndryshe fenomeni i Ballukut nga fenomeni i Arben Ahmetajt? Se po ashtu dhe nga Arben Ahmetaj kemi një njoftim nga ana spaku që i kërkohet të paraqitet, ndërkohë zoti Ahmetaj është i arratisur. Me aq sa jemi në dieni, është në azil politik në Zvicër. Çfarë na pengon neve të mendojmë që ndoshta edhe zonja Balluku mund të bëjë të njëjtën gjë? A është fajtore zonja Balluku? A nuk është fajtore zonja Balluku? Kjo ngjelet për të vërtetuar nga drejtësia, por fakti që sot organet e drejtësisë marrin për të pandehur figura të larta zyrtare të qeverisë Rama, normalisht nëse do ta marrim nga ana e pikpamjes politike, morale ose PR-it publik, është minus. Qartë. Është minus. Ajo që unë doja ta diskutonim pak. Po, pozitë e gonë, siç e thatë edhe juve pak më përpara. Po? Ishte detyra opozitës, detyra parlamentare e opozitës, kjo është denoncimi. Nëse opozita ka indicje të aferave korruptive, për shembull, çdo kemi parasysh zotin Berisha, i cili ka shprehur shpesh herë edhe në parlament, po edhe nga deklarata për media nga Selia Blu, gjithmonë është shprehur për figurën e Ballukut si një figurë e dyshimtë të kabinetit të Rama, Lubi Balluku, thot Berisha nga ana tjetër. Pra në një farë mënyrë ky është një rast i mirë që spaku, drejtësia në këtë moment duhet të investigojë hetimet ose dyshimet që ka opozita. Prandaj për sa i përket natyrës shtetformuese shqiptare, unë e gjykoj si veprim pozitiv atë çfarë po bën spaku, qoftë me zotin Veliaj ose me zonjën Balluku në këtë rast. Pastaj nëse zonja Balluku është fajtore apo e pafajshme,
drejtësia është e përfundit këtë fakt. Qartë, sigurisht. Megjithatë, për ta përmbyllur këtë si çështje, sa i takon eksponentëve të lartë politik që janë nën hetim. Për shembull, Altin Dumani tha për zotin Ahmetaj që le të vite të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Nuk e dini nëse ti e ke menduar ndonjëherë pse këto ish funksionar të lartë të pushtetit të Partisë Socialiste nuk bëhen deri tani bashkëpunëtor të drejtësisë. Kjo për disa fenomene. Para do të kemi parasysh rastin tipik politik që ka Shqipëria, e cila është demokraci hibride. Pra praktikisht ne nuk kemi vërtetuar që gjithë kësaj periudhe shtet formuesme post-komunisme, në tentativat tona për të krijuar një shtet demokratik, jemi ende në faza të cilat çdojmë disa elementë kryesorë dhe një nga këto është dhënia e drejtësisë. Pra, një nga elementet kryesorë që funksionon sot në Shqipëri, e njohur mbar globalisht nga gjithë fenomenet kombëtar, është niveli i korrupsionit. Për këtë arsye u krijua SPAK, duke pasur parasysh problemet e rënda në gjyqësor që ishin në Shqipëri. Tani SPAK-u po punon për disa njerëz të ambientit politik shqiptar. Puna e SPAK-ut cilësohet si e më një anshme, pra sikur SPAK është pjesë me qeverinë. Për të tjerë, mendojnë që SPAK-u është një entitet i pavarur, i mbështetur nga amerikanët, i cili është vendosur si një lloj mekanizmi për të krijuar drejtësi dhe për të luftuar korrupsionin në Shqipëri. A është SPAK-u aty ku duam ne? Unë gjykoj që jo, por gjithsesi, duke qenë se parlamenti e mori përsipër duke e miratuar me vota unanime, me 140 vota, reformën në drejtësi dhe një nga pikat e reformës në drejtësi ishte krijimi i SPAK-ut, atëherë ne na mbetet të kemi besimin te SPAK-u, dhe gjithsesi duke pasur besimin do të bëjmë kujdes mos të bijem pre e asaj e cila qarkullohet në media, sepse dashje pa dashje, duke u bërë publike një çështje gjithmonë e më tepër, mund të dekonspirohet si çështje. Dhe kjo ndoshta është një nga faktorët përse ish kryeministri i kohës, zoti Ahmetaj, sot është në azil politik në Zvicër. Edhe kjo është pikërisht ajo e cila nuk duhet të ndodhi edhe sot. Pra, nëse zonja Balluku është fajtore, po, unë si qytetari i vendit tim dua të shikoj të gjithë të korruptuarit brenda në burg, pasi është abuzim me pushtetin. Por nëse zonja Balluku është e pafajshme dhe këtë gjë mund ta thotë vetëm drejtësia, pra duhet parë akuza që është ndaj zonja Ballukut, prokurori çfarë ka bërë në këtë akt akuz, për çfarë qëndron akt akuzë ndaj zonjës Balluku, vetëm në këtë lloj forme do të presim një vendim më pas nga drejtësia që ne të jemi të qartë mbi ecurinë e SPAK-ut. Ku ka qenë, ku është sot dhe ku do të jetë më tej. Pra, a do të kemi ne besimin që ky institucion, mua më pëlqen ta them, i pavarur, nga majoranca dhe opozita ngrihen edhe akuza edhe lëvdata ndaj SPAK-ut. Është SPAK-u perfekt? Absolutisht jo. Është drejtësia shqiptare perfekte? Jo. Është sistemi politik shqiptar perfekt? Jo. Por gjithsesi kjo nuk na shtyn neve mos të kemi besimin te ky institucion, e të shpresojmë që duke pasur parasysh veprimtarinë që ka bërë SPAK më përpara, edhe se si është parë ecuria e SPAK-ut nga faktori ndërkombëtar, po edhe nga faktori shqiptar, se si ka ndikuar në përmirësimin e drejtësisë, atëherë kjo është çështje që mbetet për të parë. Unë gjykoj se zonja Balluku, vendimi që do jepet, qoftë për zonjën Balluku apo qoftë edhe për kryetarin e bashkisë Erion Veliaj, do ndikojë shumë në atë cilat të quhet perceptimi publik për sa i përket institucioneve të drejtësisë dhe në këtë rast SPAK-ut. Qartë, meqense përmende zotin Veliaj, dua të hidhem tek një çështje tjetër që ka të bëjë me mandatin e tij si kryetar i bashkisë, i cili do të shqyrtohet nesër në gjykatën kushtetuese. Zoti Veliaj, sipas njoftimeve, do të jetë vetë i pranishëm në seancë, madje kanë dalë edhe këto detajet e përgatitjes nga ana e drejtorisë së burgjeve për shoqërimin e tij në gjykatë e më pas sërish në qeli. Pyetja ime është për ty, çfarë pritet, po themi, nga gjykata kushtetuese sa i takon kësaj çështje? Mendon që do t'i jap të drejtë Veliajt apo po themi Këshillit Ministrave dhe Këshillit Bashkiak që e ka propozuar, po Këshillit Ministrave që e ka shkarkuar me vendim? Okej, atëherë, në qoftë se do të funksiononim në një vend normal demokratik, direkt,
pas shpalljes së aktakuzës nga Spaku, kryetari i Bashkisë së Tiranës do të jepet dorëheqjen. Kjo është primare përse përket një akti politik, por me sa duket dëshira për pushtet është absolute në Shqipëri. Unë si qytetar, jo si politolog, por si qytetar i vendit tim, unë dua që të funksionojnë institucionet. U bën mbi 6 muaj që Bashkia e Tiranës funksionon me të emëruar. Ndërkohë kemi të bëjmë me një institucion i cili është publik. Pra kemi të bëjmë me një institucion të zgjedhur, i cili momentalisht në këto kushte të cilët flasim ne, është pa kryetar bashkie dhe është me të emëruar politik. Pra, a janë të emëruar politik aleat të zotit Velia apo janë aleat të kryeministit është tjetër çështje. Po ne duhet të diskutojmë çështjen primare. Primosi kemi të bëjmë me një institucion i cili është publik dhe duke qenë se zoti Velia nuk është më praktikisht nuk është më kryetari i Bashkisë Tiranë, pasi është në akuzë. Dhe në që të flasim për një politik moderne, ose si po shpresojmë ne për të krijuar politikan modern, akti i parë që do të bënte zoti Velia ishte dorëheqja. Nuk e bëri këtë, pra do pritet vendimi i gjykatës. Me aq sa jam unë në dijenin time, unë nuk gjykoj se zoti Velia do të lirohet. Unë besoj se zoti Velia do të qëndrojë akoma në burg, pasi momentalisht ka një akt akuz të pastër për shpërdorim pushtetit dhe për korrupsion për zotin Veliaj. Ne nuk duhet të presim më këto lloj fenomenesh, pra kjo është edhe një lloj mënyre se si Spaku për të për i them dhe herë të Spaku, duke qenë se është Spaku i cili ka krijuar këto akt akuza. Ne duam vendime. Pra çështja e prokurorisë nga njëra anë është kryer. Tani duhet parë dhe ana tjetër e vendimit të formës së prerë. Unë më përpara e kam mbrojtur zotin Veliaj pikërisht për faktes duke mbajtur principin kryesor të drejtësisë i cili është i pafajshëm deri në momentin që shpallet fajësia. Pra teknikisht zoti Veliaj është i pafajshëm në momentet që flasim. Po kur vjen puna për politikë, kjo kalon përtej drejtësisë. Politikani, elementin kryesor, armën e tij kryesore, ka moralin. Dhe duke qenë se pak a shumë edhe zoti Veliaj unë e quaj se një personazh i cili është i formuar. Pra ka njohuri për mënyrën se si funksionon ligji ose për mënyrën se si funksionon politika. Duhet ta kishte vënë dorëheqjen për të treguar një akt qytetarie, një model të ri politik, modelin të cilin ai nuk e ndoqi. Prandaj jemi në këtë lloj faze dhe sot e kësaj dite, ku ne funksionojmë në Bashkinë e Tiranës me të emëruar, ku deklarohen të bëhen zgjedhje, kemi momentalisht një kandidat të pavarur që po bën fushat në Tiranë, ndërkohë që gjykata kushtetuese dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kanë pezulluar zgjedhjet në Tiranë. Prandaj ka disa pikë pyetje të cilat nga njëra anë ngjasojnë dhe me një teatër të shëmtuar të cilët po i ofrohet qytetarëve të shqiptar. Zgjidhja është e qartë në këtë raste. Jo, në fakt, pyetja ime ka lidhje në fakt me gjykatën kushtetuese, jo me GKK-n. E kam fjalën këtu, nëse gjykata kushtetuese nesër do ta rrëzojë vendimin e shkarkimit të qeverisë, apo nuk do ta rrëzoj, apo do ta shtyj, me shumë gjasa mund edhe ta shtyj, sepse kjo është një çështje që shtyj nesër. Mendon që do ta shtyj? Do ta shtyj, për arsye sepse praktikisht sipas gjykatës kushtetuese shkarkimi i zotit Veliaj nuk është i drejtë. Sepse zoti Veliaj u shkarkua për faktin që nuk ishte prezent në ushtrimin e detyrës së tij si kryetari i Bashkisë Tiranë. Ndërkohë zoti Veliaj ngren narrativën tjetër që unë dua ta bëj punën time si i zgjedhur publik që jam, po jeni ju të cilët mua po ma pengoni, duke bërë një arrest i cili zoti Veliaj shprehun në fillim që akuzat ndaj meje janë të pabaza. Kjo është një sulm politik, kjo është i shpife që bëhet dhe të figurës time dhe unë do flas. Deri tani zoti Veliaj nuk ka folur asnjë. Që të jemi transparent edhe deri tani zoti Veliaj është avokatët e zotit Veliaj, po themi në një postim të fundit, në një dokument të fundit, e kanë konsideruar proces politik të gjithën këtë, pra persekutim politik të gjithën këtë që po i ndodh zotit Veliaj, që nuk e di si e gjykon, a është zoti Veliaj i përndjekur politik tani, po... Po, kjo është normalja që do bëjmë mbrojtja e një të akuzuarit, pra... Qëse rikthehemi edhe herë te principi bazë i pafajshëm, dhe sa shfaqet pajësia, kjo është karta ku do luajë dhe zoti Veliaj dhe avokatët. Kështu që praktikisht duke pasur parasysh çdo lloj narrative, edhe anën tjetër, sepse ne shikojmë, domethënë ne marrim informacionin nga media, por kjo është çështje që i takon prokurorisë, është çështje në hetim.
e cila vazhdon, domethënë ne duhet presim për një vendim të formës së prerë për sa i përket gjykatës, shkallës parë. Kjo e përcakton dhe kjo e ndan një herë për gjithmonë shapin nga sheqeri, se çfarë do bëhet me zotin Veliaj, se praktikisht po të shikoni, është një njëjti precedent, edhe zoti Meta sot është në burg, por ende nuk ka një vendim të formës së prerë për zotin Meta. Edhe zoti Veliaj është në paraburgim, po ende nuk ka një veprim të formës së prerë nga drejtësia. Tani, pikpyetja ime si qytetar është, ne nuk duam të shikojmë gjyqe të cilat vazhdojnë deri në pafundësi. Ne nuk jemi as për inkuizicione që i bëhen figurave politike, por ama ne jemi për një shtet të së drejtës. Po, nëse zoti Meta, nëse zoti Veliaj, nëse zonja Balluku që sot nesër do paraqitet në SPAK,